A e dinit se pothuajse 1/3 të rritur në mbar botën vuan nga tensioni i lartë i gjakut, por gjysma e tyre as nuk e din këtë gjë. Në mjeksi hipertensioni quhet vrasësi i heshtur. Ai nuk dhemb, nuk jep shenja të qarta çdo ditë, por ndërkohë po dëmton rënd arterjet tuaja, veshkat, syt dhe porit çdo sekond rrezikun e një goditjeje në tru ose infarkti në zemër. Në këtë video do të zbërthejmë saktësisht pse ndodh ky problem, kush janë fajtorët e vërtet të fshehur dhe më e rëndësishmja, si ta ulim atë përmes një diete specifike dhe ndryshimeve të vogla, pa u varur menjëherë nga medikamentet. Qëndroni me mua deri në fund, sepse do t'ju tregoj një listë me ushqime që funksionojnë si ilaçe natyrale. Çfarë është saktësisht tensioni i lartë dhe nga se shkaktohet? Për ta kuptuar thjesht, imagjinoni një zor uji që përdorni për të ujitur kopshtin. Nëse shtypni pak majën e zorës, uji merr më shumë presion dhe del me forcë. E njëjta gjë ndodh me trupin ton. Kur arteriet tona ngushtohen ose humbasin elasticitetin, zemrësi duhet të punojë me më shumë forcë për të pompuar gjakun. Ky presion i shtuar quhet hipertension. Mjekësia i ndan shkaqet në dy kategori të mëdha. Hipertensioni parësor, gati 95% të rasteve. Ky lloj nuk ka një shkak të vetëm të izoluar. Ai vjen gradualisht si pasojë e stilit ton të jetesës dhe e gjenetikës. Gjenetika. Nëse prindrit tuaj kanë pasur tension të lartë gjasatçan që edhe enët tuaja të gjakut të kenë një prirje natyrale për të ngurtësuar më shpejt. Mosha. Sa më shumë rritemi, aq më shumë arterjet tona humbasin atë gominën ose elasticitetin e tyre natyral. Stresi kronik dhe gjumi i keq. Kur jemi të stresuar, trupi çliron kortizol dhe adrenalin. Këto hormone i shtrëngojnë enët e gjakut. Nëse jeni gjatë gjithë kohës në stres, enët tuaja qëndrojnë të shtrënguara gjatë gjithë kohës. Hipertensioni dytësor, 5% e rasteve. Ky lloj vjen si pasojë e një sëmundjeje në trup. Për shembull, probleme me veshkat. Veshkat rregullojnë sasinë e lëngjeve në trup. Nëse ato nuk punojnë siç duhet, vëllimi i gjakut rritet dhe bashkë me të edhe tensioni. Apnea e gjumit. Personat që grasin fort dhe u ndalet frymarrja për pak sekonda gjatë natës, pësojnë rënje të oksigjenit në gjak, gjë që aktivizon alarmin në sistemin nervor dhe ngre tensionin në qiell. Dieta dhe armiku i fshehur në kuzhinë. Tani le të kalojmë te pjesa më e rëndësishme, ushqimi. Ju mund të merrni medikamente, por nëse nuk ndryshoni çfarë fusni në gojë, por thjesht po vendosni një fashë mbi një plagë të hapur. Armiku numër 1, natriumi, kripa. Kur hani shumë krip, natriumi hyn në gjakun tuaj. Natriumi sillet si një sfungjer. Ai thithë dhe mban ujin. Sa më shumë ujë të mbajë gjaku juaj, aq më shumë rritet vëllimi i tij. Më shumë gjak në të njëjtat e gjaku do të thotë automatikisht tension më i lartë. Gabimi që bëjmë të gjithë. Njerëzit mendojnë se kripa e tepërt vjen nga kriporja që hedhin mbi sallat. Gabim. 70% e kripës që marrim vjen nga ushqimet e procesuara. Sallamet, djathtrat e kripur, bukët e gatshme të furrës, konservat dhe salsat e gatshme janë bomba të vërteta natriumi. Çfarë duhet të eliminoni ose kufizoni fort? Yndyrnat trans dhe mishi i kuq me dhjam. Këto krijojnë pllaka yndyrore, arteriosklerozë, brenda arterieve tuaja, duke i bërë ato të ngushta si tuba të bllokuar. Sheqeri i shtuar dhe pihet me gaz. Shumë njerëz habiten, por sheqeri i tepërt dëmton muret e enëve të gjakut dhe çon në obezitet, që është një nga nxitësit më të mëdhenj të hipertensionit. Kafeina e tepërt dhe pijet energjike. 1 ose 2 kafe në ditë janë në rregull, por abuzimi me to shkakton spazma, shtrëngimet e enëve të gjakut. Ilaçet natyrale, çfarë duhet të hani? Nëse doni të ulni tensionin, sekreti nuk është vetëm të hiqni ushqime, por të shtoni ato të duhurat. Kjo bazohet në dietën DASH, e cila është vërtetuar shkencërisht se ul tensionin brenda pak javësh. Antidoti i kripës, kaliumi. Nëse natriumi e rrit tensionin, kaliumi bën të kundërtën. Ai sinjalizon veshkat të nxjerrin natriumin jashtë përmes urinës dhe ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut. Shtoni në dietë banane, avokado, spinaq, patate të pjekura me gjithë lëkurë dhe kos pa yndyrë. Nitratet natyrale, panxhari i kuq.
Lëngu i panxarit të kuq është një nga mrekullitë e natyrës për hipertensionin. Ai mban nitrate të cilat trupi i kthen në oksid nitrik. Oksidi nitrik i bën enët e gjakut të zgjerohen dhe të hapen duke ulur menjëherë presionin. Magnezi dhe kalciumi. Këto dy minerale funksionojnë si regulator të toneve të muskujve të zemrës dhe arterieve. Burimet më të mira janë bajamet, arat, farat e kungullit, tërshëra dhe jeshillëqet si lakra ose parma. Çokolata e zezë. Po, e dëgjuat mirë. Çokolata e zezë me mbi 75% ose 80% kakao është e pasur me flavanole. Këto antioksidant ndihmojnë në elasticitetin e endëve të gjakut. Por kujdes, mjafton vetëm 1 kubik në ditë, jo e gjithë pakoja. Si përfundim, tensioni i lartë i gjakut është një problem që mund të kontrollohet plotësisht nëse merrni frenat në dorë. Filloni sot. Hiqni kripën e tepërt. Shtoni një banane ose pak spinaq në ditën tuaj. Dhe ecni të paktën 30 minuta. Trupi juaj do t'ju falenderojë. Ky informacion është edukativ, ndaj nëse merrni ilaçe për tensionin mos i ndërprisni asnjëherë pa folur me mjekun tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe doni të shtoni më shumë të tilla të bazuara në shkencë për shëndetin tuaj, shtypni butonin like dhe bëni subscribe në kanal dhe aktivizoni zilën që të mos humbni videot e radhës. Ju faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në videon tjetër. Shëndet të plotë të gjithëve!